Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmsorën. Sot është e shtunë dhe jemi në javën e 19 gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Zot, burimi i të gjitha sendeve, që në çdo gjë të kryer, hapësirën e mbar tokës, me të mira e dhunti mbushe. Kur krijove rrezullimin, thuhet se në fund more pushim, duke u dhënë punëve që ne me qef të ngriheshim. Bëje tash vdekatarët t'i çajnë fajet e jetës, të qëndrojnë në virtyte e me mbarësi të shpërblehen. Që kur të nis frika e madhe e gjykatësit të tmerrshëm, të gjithë me radhë të gëzohemi, mbushur me dhunti paqeje. Na jep o atë mëshirë ploti, dhe o birë baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar, që sundon në të gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Paqja qoftë me ty, o Jeruzalem. Psalmi 122. Përshëndetje Jeruzalemit, qytetit të shenjtë. Se që gëzova kur më thanë, eja të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Ja, tash më këmbët tona shkelen në dyert e tua, o Jeruzalem. O Jerusalem, qytet i ndërtuar me mjeshtri, thuaj se i tëri një cope të vetme je. Atje ngjiten fiset e Zotit sipas rregullores në Izrael, për të kremtuar emrin e Zotit. Atje janë selit e gjykatores së drejtësisë, selit e shtëpisë së Davidit. Lutuni për paqen e Izraelit, u prift e mbara atyre që të duan ty. Mbretroft paqja në muret e tua, dhe qetësia në pirgjet e tua. Për dashurin ndaj vëllezërve e miqve të mi, do të them paqja me ty. Për dashurin ndaj shtëpisë së Zotit hyjt ton, do të lutem ti kesh të gjitha të mirat. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. paqja qoftë me ty, o Jeruzalem. Antifona e dytë. Shpirti im e pret Zotin më tepër se rojtari i agimin. Psalmi 130, prej humnerës të thëras. Prej humnerës klithat e ti, o Zot. O Zot, dëgjoje britmën time. Leta dëgjojnë veshët e tu, zërin e lutjes sime. Nëse do t'i mbash mend pa udhësit, o Zot, e kush do të qëndroj para teje? Por te ti gjendet falja, që të dim të druajmë. Shpresoj në ty, o Zot, shpirti im shpreson në premtimin e ti. E pret shpirti im Zotin më tepër se rojtarët agimin. Më tepër se rojtarët agimin, le të shpresoj Izraeli në Zotin, sepse te Zoti është mëshira, dhe i madh është tek ai shpërblimi. Ai do ta nxjerrë Izraelin prej të gjitha paudhësive të tij. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Shpirti im e pret Zotin, më tepër se rojtari i agimin. Antifona e tretë. Qielli e toka le të përkulen para emrit të Krishtit Zot. Aleluja. Kënga marrë nga letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 2, rreshta 6 deri 11. Krishti shërbëtori i hyjt. Krishti Jezus, edhe pse me natyrë hy, Barazinë e vet me të nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa të. por ja mohoi vetvetes, E mori natyrën e shërbëtorit dhe u bëi ngjashëm me njerëz, dhe për kapahmja jashtme, dukej vetëm njeri. e përuli vetveten duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. Mu deri në vdekje në kryq.
Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve, dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë, i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. dhe çdo gjuhë të dëshmoj Jezu Krishti është Zot në nder të hyjet atë. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. qielli e toka le të përkulen para emrit të Krishtit Zot. Aleluja. Leximi i shkurtër. Letra 2 te Pjetrit, kapitulli i parë, rrethtat 19 deri 21. U vërtetua fjala e profetëve dhe bëni shumë mirë që mbështetni në të, si në dritën që ndriçon në vend të errët, deri të zbardh dita e të lind ylli i dritës në zemrat tuaja. E para së gjithash, dijeni mirë këtë. Asnjë profeci që gjendet në shkrimin shenjtë nuk mund të shpjegohet sipas trillit të kujdo, sepse askur nuk ndodhej ndonjë profeci me vullnet të njerëzit, por njerëzit të frymzuar prej Shpirtit Shenjtë folën nga ana e hyjit. Përgjigjja e shkurtër, që nga lindja e diellit gjerë në Perëndim, lavdërojeni emrin e Zotit. Që nga lindja e diellit gjerë në Perëndim, lavdërojeni emrin e Zotit. Lavdia e Tij e madhe i te kalon qejt. Lavdërojeni emrin e Zotit. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Që nga lindja e diellit gjerë në Perëndim, lavdërojeni emrin e Zotit. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Shtëpia ime do të quhet shtëpi urate për të gjithë popujt, tek ajo do të vinë e unë do t'i mbush me gëzim. Kënga e Virgjës së Lumë sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me hare i brohorit hyjit shërbëuesit tim, sepse shikoj me pëlqem mbi shërbëtoren e vet të përvuajt, që tani të gjitha brezni do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithëpushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e Tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rrëzoi princat prej fronëve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar e tërvetan. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Shtëpia ime do të quhet shtëpi urate për të gjithë popujt, tek ajo do të vinë e unë do t'i mbush me gëzim. Lutjet e besimtarve. Ti lutemi Krishtit, i cili është gëzimi i të gjithë atyre që në të shpresojnë dhe së bashku t'i themi: Na shiko, o Zot, dhe dëgjoje lutjen tonë. Dëshmitar besnik i paralinduri prej vdekjes, ti me gjakun tënd i pastrove shpirtrat tanë, bëj që për herë t'i kujtojmë mrekullitë e dashurisë sate. Na shiko, o Zot, dhe dëgjoje lutjen tonë. Të gjithë ata që i ke thirrur të jenë lajmëtar të ungjillit tënd, bëj që të jenë të qëndrueshëm dhe shërbëtor besnik të mbretërisë sate. Na shiko, o Zot, dhe dëgjoje lutjen tonë. Mbreti i paqes, dërgoju a shpirtin tënd udhëheqësve të popullit, le të kujdesen për të varfrit dhe të mjerët. Na shiko, o Zot, dhe dëgjoje lutjen tonë. Bëhu ndihma e të gjithë atyre që vuajnë nga diskriminimi për shkak të kombësisë, të racës, të gjendjes shoqërore, të besimit ose të gjuhës. Bëj që t'i fitojnë të drejtat e veta dhe të tjerët ta pranojnë dinjitetin e tyre. Na shiko, o Zot, dhe dëgjoje lutjen tonë.
Të gjithë ata që në dashurinë tënde ndruan jetë, bëj që të jenë pjesëtar të lumturisë me të lumen Mari Virgjër dhe të gjithë shenjtrit e tu. Na shiko, Zot, dhe dëgjoje lutjen tonë. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në të ndim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi. Na prift o Zot dhe na përcjell për herë hiri yt, dhe vazhdimisht na bëf të kujdesshëm të kryejmë vepra të mira në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyen.